kusht për mëkatet e mëdha që njeriu të pendohet. Po, ashtu. Edhe me plotësu këtë të kushtit të pendimit të sinqert. Por veç nësa është hak i njerëzve, nësa është një borç, ose nësa një zullum, ose një padrejtësi që ja ke bërë dikujna, me haq nuk falet, më shmenoj dikush, duhet me marrë hallëk, me akthije, duhet me kry ai i cili ka vendos me shku në haq, duhet para se me shku në haq, Allah shpërblet që po merr këtë mesele, duhet me shku me lip hallëk, nëse dikujna i ka iner hak, ose nësa pasuri me akthije, ose mi kallëdu që une e kam plan me ta kthi, nëse tash nuk kam, por së shpejti, kam të akthi me atë borgjën, ose ai haq që e përmende për me kërku hallëk, është një çështje që njerëzit shumë e kanë lënë anësh. Dëgjoj dje një bisedë se dia është e vërtetë apo nuk është e vërtetë për një person që ka dhënë shumë borxh. Ju kanë njerëz shumë borxh edhe s'e kanë kthy. Ka qenë një mentalitet në të kaluarën e ke dhënë borxhin edhe më e ke llogarit si një lloj sadakaje, nuk e kanë kërkuar brapa njerëzit. Edhe ki djali, mas vdekjes së babës, shumë veta i kanë pas borxh babës kur kush nuk ja kthen. Edhe ka qenë trashëgimtari i pasurisë të babës edhe me një gjenaze, a di si pyesin të ne, a ja bëni halal, ki thot si ja bëj halal. I ka pas babës të më qka që borxh. Edhe tash ai familja brengosën, edhe bëjnë shka bëjnë, i mbledhin ato parë shka ka pas borxh, edhe ja kthejnë babës. Këti djalit. Edhe ki kur vjen, të djalit thot, ti ta bëj halal, s'ka problem. Po ajo që thash qatë ditë, po sebeb që shumica e njerëzve që kanë pas borxh e që kanë mbet gjallë, me u friksu edhe, me thonë se kisna e pon halal t'ja kthejmë borxhin, edhe me të vërtetë është kjo një çështje se Islami ka vendosur rregulla, edhe besimtari duhet me qenë i vëmendshëm, se si thot një thënie tek populli janë tek Allahu shko me hakin e Allahut, po mos shko me hakin e huaj. Se Allahu na le mes vetit ti sqarojmë ato çështje dhe ti zgjidhim ato mosmarrëveshje. Borxhet edhe shahidi nuk i pranohet. Mos shahidi nuk i pranohet për shkak nëse pranohet. Shahidi ti falësh çdo gjë përveç borxhit. Vërtet. Edhe ti Allah na vetë soft, për këtë ashabë që e ka ditë se baba i tij ka pas borxh, edhe ka thënë çdo gjë i fal përveç borxhit edhe i kanë nxit pejgamberin që t'ia kthejnë borxhin, edhe ka kërkuar ka dikush që merr përsipër borxhin e këtij personi. Pra hadithin që përmendëm hoxha tregon për që haxhi i fshin gjunahet. Në një hadith tjetër pastaj ka përmendur që është shkak me hyrje në xhenet. Ai që kryen haxhin, pas ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haxhi mabrur, haxhi i pranuar, do nuk ka është problem tjetër vetëm se xheneti. Edhe të e shohim që është një vlerë e veçantë. Në një hadith tjetër me një kuptim, njëri bisave ka pyetur se cila punë më e dashme te Zoti është. Ka thënë selam, ka thënë me besu Allah dhe të dërguat e tij. Tani thotë ja cila vjen, thotë lufta në rrugën e Zotit. Tani cila ja thotë pejgamberi haxhi e pranuar. E këtu pak të mundon të haxhi i pranuar, çka i bën, më thonë. Haxhi i pranuar është ai haxhi i cili është synu, më thonë razia e Zotit. Thonë synimi ka qenë walillahi ala nasi. Por hit Allahut. Tu desha me nënvizu një mesele, hoxha, në kohën tonë në sprovu me këta telefonat. Më thonë çdo lëvizje që bën haxhia mundot me ju tregu tjerë që kesh filan venin, e bona filan duan, e bona filan lëvizjen, është mirë më thonë me murujt më thonë piksajna. Nga se më thonë ti një ibadet që i të bu dikuni nuk shek kush, më thonë i larg njerëzve i mundot ta fshesh, më thonë. Sa që ka opit parve tonë kanë shku në haxh, edhe në kthi, ku se ka marrë veç që ka shku dhe ka ardhur. Qasi më thonë më munue mi hik, më thonë s'muna mi komplet. I kam fshehur veprat e tyre të mira, sikurse sot njerëzit i fshehin gjunahet e tyre. Vërtet më. Qasi më thonë haxhi me brur është shumë e rëndësishme.